Rozana hyn e nervozuar në dhomën e ndenjes, ku Gjesti është ulur I qetë duke biseduar me disa banor të tjerë. Ajo nuk mund ta mbajë më për brenda atë që mendon dhe vendos ta përballet drejt për drejt me të. Gjesti, mjaft më me këto lojra. Ti nuk u ndjeve as pak keq për Eglin. E përdore, u talle me të dhe pastaj e hodhe tutje sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Dhe tani sillesh sikur asgjë s'ka ndodhur. Thot ajo me ton të ngritur, duke e parë drejt në sy. Gjesti, I cili është shtrirë në koltuk me një buzëqeshje ironike, e shikon pa shumë interes dhe I kthen përgjigje me qetësi. O Rozana, qa ke ti tani? Egli vendosi vetë të largohej, nuk e nxora unë me zor nga shtëpia. Unë nuk ja kam fajin që ajo u fiksua pas meje dhe pastaj nuk e përballoj situatën. Nuk është problemi im që ajo e mori çdo gjë kaq seriozisht. Rozana, e revoltuar nga ky reagim, afrohet edhe më shumë dhe I drejtohet me një zë akoma më të ashpër. Po ti çfarë bëre, Gjesti? Ti e lije të mendonte se ndoshta kishte një shans me ty, e përdore për lojën tënde dhe pastaj e turpërove para të gjithëve. Në vend që të ndaloje, ti vazhdove ta tallje deri në fund. Dhe tani bën sikur nuk të intereson fare. Gjesti qesh me ironi dhe shtrëngon supet, po më bën si gjyqtare tani, Rozana? Kush je ti të më thuash si duhet të sillem? Unë bëra atë që mendova më të mirën për veten time. Egli ishte pjesë e lojës, ashtu si të gjithë këtu. Nëse ajo nuk e përballoi, nuk është faji im. Rozana tund kokën e zhgënjur dhe ngrit zërin edhe më shumë. Ti nuk ke zemër, Gjesti. Nuk të intereson askush përveç vetes. Egli vuajti për ty dhe ti as nuk kishe një fjalë të mirë për të kur doli. Dhe tani bën sikur s'ka ndodhur gjë. Sa I pa skrupull je. Disa banor afrohen për të parë debatin, ndërsa Gjesti qesh dhe I drejtohet me një ton të ftohtë. E kuptoj që të djeg fakti që unë s'kam ndjenja për të, por kjo nuk është puna jote. Unë jam këtu për të luajtur dhe për të fituar, jo për të bërë dramë me njerëzit që nuk I dua. Kaq e thjesht është. Rozana, tashmë e të mbushur me nerva, tund kokën dhe largohet, duke murmuritur, turp të kesh, Gjesti. Po luan me ndjenjat e të tjerëve dhe një ditë do ta pësosh edhe vetë. Ndërkohë, Gjesti ngres supet dhe vazhdon të bisedojë me banorët, sikur asgjë nuk ka ndodhur, ndërsa shtëpia është ende e trazuar nga ky debat.